Kida nis ftesat e dasmës. E vërtet, këngëtarja dashur Kida duket se ka nisur zyrtarisht përgatitjet për ditën e saj më të rëndësishme, pas atij propozimi magjik për martesë që mori në Dubai dhe prezantimit partnerit të saj Aibit, dyshja ka vendosur t'i jap fund beqarisë. Burimet teje të sigurta kanë bërë të ditur për redaksin tonë se dasma e madhe do të mbahet me 1 shtator. Siç mëson Priveba Libertas Spahiu, lokacioni i përzgjedhur është Italia, ku çifti po organizon një ceremoni parallore në fshehtësi të plotë larg syrit të mediave. Kida, e cila gjithmonë është treguar të jetë rezervuar për jetën e saj private, këtëherë ka vendosur të jetojë hapur ëndrrën e saj të dashurisë. Ftesat e para thuhet se ka nisur të shpërndahen në rrethin më të ngushtë shoqëror dhe familjar, ndërsa vjeshta pritet ta gjejë këngëtaren nuse në një nga vendet më romantike të bukura të botës. Zbulohet kur martohen Bora dhe Donaldi. E vërtet, flitet shumë, shkruhet prej kohësh në çdo portal, por me sa duket më në fund po ndodh ajo që publiku po priste. Fjala është për dasmën e shumë përfolur të Bora Zemanit dhe Donald Veshajt. Burimet tona pranë çiftit konfirmojnë se dyshja ka piketuar pikërisht muajin korrik për të kurorzuar dashurinë e tyre në një ceremoni që pritet të jetë një nga ngjarjet e vitit në showbiz. Ndonse Bora shpesh ka tentuar t'i zbezë zërat duke quajtur thashë theme verore, vetë Donaldi ka dhënë vulën këtij lajmi. Gjatë një interviste mjaft të sinqertë përballë vëllait të tij Romeus, në emisionin Më lër ta mbaroj, ai pranoi hapur se planet për dasmën dhe zgjerimin e familjes kanë nisur zyrtarisht për këtë verë. Donaldi zbuloi se janë në fazë diskutimesh të detajeve, duke qeshur edhe me faktin se si po i ndajnë mendimet e kundërta për numrin e të ftuarve. Ceremonia pritet të mbahet në jug të Shqipërisë, Buzdetit, duke mbledhur miqt më të mirë të çiftit. Ferma VIP përfundon në mes të qershorit. E vërtet, edhe pse në nisje të këtij rrugtimi televiziv ishte paralajmëruar më të madhe se reality show këtë vit të zgjaste plot 100 ditë, planet në produksion po kthehen tek sezonet paraprake. Burimet të sigurta për Priveba Libertas Spahiu bëjnë të ditur se ferma VIP do të mbyllet në termat të sezoneve të saj të mëhershme, duke zgjatur rreth 80 ca ditë në total. Data zyrtare që po qarkullon për finalen e madhe është mesi i muajit qershor, ku 15 qershori apo 19 janë si opsionet finale të ndarjes së çmimit të madh. Ky vendim ka ardhur me sqarash edhe për një arsye shumë të logjikshme strategjike. Nisja e sezonit të nxehtë të verës, por mbi të gjitha ethet e kampionatit botëror të futbollit që mbërthen audiencën para ekranit e bëjnë më të vështirë vazhdimin e programit deri në korrik. Produksioni duket se ka zgjedhur kohën ideale për ta mbyllur sipari në kulmin e shikueshmërisë, duke lënë fermerët të shijojnë finalen përpara se vëmendja të zhvendoset tërësisht tek sporti.